Shikues të nderuar, nuk e din nëse pi vreni këtë kenjonin këtu. Ky është kenjoni që çon drejt e të ura shajt. Shikoni sa bukur. Ky që kalon këtu, zyrtarisht quhet lumi dren, por me besoni që një pjesë e mirë e prockave, e lumejve të vegjël, të rrafshit të Dugazhinit, sidomos të pjesës së Gjakovës, Deçanit, Klinës, Istogit e kështu me radhë, të gjitha janë bashkohen në këtë pjesën këtej. Edhe ky është kenjoni këtu. Edhe une faktikisht jam afruar kogja afër jam, ja, shikoni sa afër jam këtu. E kam familjen atje sipër, nuk e di nëse përshini për diellit, e deri tani ishte vajza ime që po çante, për shkak se nuk kishte dëshirë që të afrohesha këtu. Por sigurisht që me pak kujdes është e mundur edhe kjo. Atje është Prizreni, malet e Sharit, edhe kështu me radhë. Tu është tani një vend kogjak turistik. Sigurisht nuk do t'i këshilloja turistët të vinë në këtë pjesën e shkëmbive që jam unë këtu tani, për shkak sepse sidomos nëse nuk janë të trajnuar, mund të pesojnë ose t'i ngec këmba diku, ose faktikisht t'i ndodhë ndoshta më e keqja, t'i kafshojnë argjarpër, për shkak sepse këtu shkëmbi tërheqin shumë gjerprit. Tani siç po shikoni, siç është ky ball këtu, shumë i bukur me këto lule, jashtëzakonisht e bukura. Njëjtën gjë keni edhe pjesën tjetër të lumit andaj, ose të kenjonit. Pastaj du m'ja bo një video tjetër që lidhet pak me urën e shajt atje që shihet. Kjo nifet gjithmonë si ura e shajt, nuk e di saktësisht pse i thojnë kështu. Është një histori që është ngjajshëm me Kalon e Rozafës, ato gojdhënat e hershme, kështu me radhë, por e di që Kalon e Rozafës është tjetër dhe ura e shajt këtu, mes Gjakovës dhe Prizrenit është tjetër. Dhe realisht kjo unë e di që si pjesë i tako Gjakovës. Është diku rreth 6-7 kilometra afër Gjakovës. Me njëherë këtu afër është fshati Xerx. Po shikoni restorantin që është atje. Atje ka vizitorë të cilët po shfrytëzojnë këtë ditë të bukur për të kaluar një kohë të bukur me njëri tjetrin, dhe në ndërkohë nuk e di nëse po i vreni, janë atje ca rosa, edhe po ju hedhin ushqim. Ta kthej prapë pamje normale. Dhe shikoni se sa pjesë e bukur që është. Ajo që më tërheq një ndër gjanat që mund të tërheq më shumë të natyrën këtu formacionet e shkëmbive, shikoni sa bukur duken, sikur janë të latura me dalt, me pozicion tepër të jashtëzakonshëm ose tepër të lartë. Por faktikisht të gjithë këtë kenjon e ka hapur forca e ujit. Uji është një ndër elementet më të fuqishme që ekziston në këtë planet, edhe e dim, sidomos gjatë vërshimeve që ishte në janar, lumi kishte arritur deri të gjysma, pothuajse atje ishte një mbushje jashtëzakonshme e madhe e kësaj pjese. Kjo është kenjoni i bukur i Kosovës. E di që në Shqipëri ka janë ato që quhen kenjonet e Osumit. Këto veprimi janë të personave sportist me vetura, çfarë ju bëjmë. Tani t'ja tregoj pak odisen time deri se si duhet të shkoj prapë nga vendi që ja bab nuk të tremba, ja tani po vi, pa mirat, no? Thjesht jam i kujdesshëm që mos ketë në për këtej, ta shkeli. Ja, sa bukur. Këtu është tani si trase ose si rrugë, si shteg që mund të ecin turistët deri atje sipër. Si që shikon edhe në pjesën tjetër atje restoranti e ka këtë mundësi.
Edhe këtu. Se mu shafrim të jesë në për Shkëmbi. Si do qoftë, ja ka vlet ju tregu pak të pamit e bukur. Atje është ura shajt, të poshtë edhe përzreni shifet. Prandaj sigurisht që një ditë e dielës si sot ja vlen që të kalosh këtej. Kjo është pjesa perëndimore se si duken Shkëmbit. Kjo tani është një pamje këtu nga ky balkoni që kanë krijuar në këtë pjesë. Është më së i dur për të mbrojtur turistët ose avanturierët që të mos shkojnë me tutje. Kjo është një pjesë tjetër këtej. Ajo që shikoni atje quhet ura tibetiane. Tani do t'ja tregoj, në këto momente nuk ishin të i punu. Shumë bukur, tani do t'ju qoj të urat tibetiane. Ashtu shkruante tek tabela urë tibetiane, edhe unë ashtu po e quaj. Ja. Shikoni si duket. Është ndihma shpejt atje. Shikoni si duket, por tani është mbyllur për të kaluar në pjesën tjetër. Shikoni sa bukur. Në fakt në anën tjetër qenë ka hapur, po habitna, sepse e lëvizën pak, shikoni. Edhe është koha të ndusë me shku pak me hyp në të. Kjo është pjesa këtu që duket nga ura. Prandaj në qoftë se shkoni në mes të urës, e keni të plot pamjen e drinit se si kalon mes për mes kanjonit. Ase u harrova mi au tregu pak tabelen që shkruan këtu. Ja. Këtu i keni të dhënat që ka financu nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, nga Albania Kosova, Komuna Gjakovës, nga Unioni Evropian. Ky është klubi se i bashkëtarëve, se po jau zej me hijen e telefonit. Ja. Të janë vetëm disa të dhënat e cilet po të doni, kur të vini mi vizitu këtë vendin këtej, mund t'i shikoni. Okej, kjo është sa i përket videos që lidhet me kenjonin, në ndërkohë pastaj do t'ju bëj një video tjetër që lidhet vetëm me atë monumentin që është vetëm 50 metra më tutje, që quhet Ura e Shajt. Dhe do t'ja tregoj disa karakteristika patjetër të urës.